pare edhe plan përveç dëshirave, zonja Kuqi, 3 minuta tuj, pra po them, si ndërprej bullit pointat kryesore. Po, lartë, faleminderit shumë për ftesën e mundësin edhe që jemi sot këtu. Mas 2 emisioneve që kryetari Ramosaj e pa që s'mujti me mbrojt punën e vetë, s'mujti me mbrojt keq menaxhimin e pasunisë publike që e bon ai dhe vllaznia e tij, ai sot pas ka vendos me ndru strategjinë, pas ka vendos mos marrë debate mirë po me ble votën në mënyrë indirekte. Ai në momentin që na jemi në studio është një të bim me 1000 persona, ku për ty në dikun 500 janë staf arsimor, i ka ftun të bim së bashku me DK-n dhe po tenton që mënyrë indirekte mi ble votat e mësimdhënësve dhe i ka detyru që të marrin pjesë 800.000 persona në njërë nga restoranet e Deçanit. E di që qytetarët e Deçanit kanë guxim dhe dinitet dhe nuk lëshohen në shitjet votës në këto organizime elektorale. Duke di që unë betejën e kam me zotrin Ramosaj që për 8 vjet e ka shëndru Deçanin në një prej vendeve ma jo transparente, e një prej vendeve ku keq menaxhohet buxheti në mënyrë të skajshme, duke pas parasysh që kundër kandidat këtu kom dallime me ta, mirë po i shoh bashkëpunëtor potencial për ndryshim, e kum pa që edhe është e mundshme, edhe me respektin më të madh për studion e ATV-s dhe krejt gazetarëve ty, unë nuk muj me vazhdu debatin pa personin i cili na ka prunë këtë gjendje. Besoj që gjithçka tjetër kemi thonë, që 3 muaj po shpalosim program, mirë po veç ai nuk është përgjegjës për gjendjen që na ka shkaktuar në Deçan. Kështu që une, me respektin më të madh për juve, se kom bashkëpunu me juve si zëdhënëse shumë gjatë, une duna me shku dhe ju dëshiroj debat të mirë. Faleminderit respekteje, s'ta harrojmë që doli. Ju pafshim. Shihem. 3 minuta tuj. Faleminderit për ftesën lartë. Deçani ka 2 dekada që këtë severicët. Më falë. Maja ta i merin në 3 minuta, të llogarit që ju tjerë të keni nërmen me qytetar me full. E ndrojmë edhe se topin, ka dal dali. Nëse do mi shpalos programin, po, në regull jemi, po, urna. A më i vazhdu? Po, i ki 3 minuta. Faleminderit për ftesën lartë. Deçani ka 2 dekada që këtë severicët dhe ju përshtatet kryesisht grupeve të caktuara të